Nëna ime e ndjerë, më kujtohet në Ramazan më shumë se sa në çdo muaj tjetër. Në të vërtet, ky muaj nuk është mëshirë vetëm për të gjallët, por edhe për të vdekurit, sepse në këtë muaj bëhen më shumë vepra të mira në emër të tyre, dhe prej të cilat ata përfitojnë. E lusë Allahun që ti mëshiroj ata dhe të na bashkojë në xhenetin Firdeus me pejgamberin ton të dashur Muhamedin a.s. Me këto pak fjali, pedagogu i famshëm i Islamit Omer Sulejman nga ka tërhequr vëmendjen në një nga veprat më të mira që të gjallët mund t'i bëjnë për të vdekurit gjatë Ramazanit, për të dashurit e tyre që nuk jetojnë më. Dhënia e sadakas në emër të tyre. Dietarët e Islamit besojnë se personi që ka kaluar në botën tjetër, në ahiret, do të përfitojë shumë nga sadaka e zakonshme, nga ndihma për të pafuqishmit dhe të raskapiturit, nga ushqimi për të varfrit, nga mbështetja e projekteve të hajrit, nga dhënia bursa për studentët dhe jetimët. I vdekuri gjithashtu do të përfitojë edhe nga sadakaja e përhershme, vakaf. Domethënë, nëse diçka dhurohet vakaf në emrin e tij, pavarësisht nëse ai e ka lënë testament apo dikush tjetër e bën atë nga pasuria e tij pas vdekjes së tij, ajo mund të jetë ndërtimi një xhamie, ndërtimi një rruge, ndërtimi një spitali, hapja e një pusi me ujë ku njerëzit përfitojnë nga ai pus, apo çfarëdo gjëje tjetër që u sjell dobi njerëzve. Dhe për sa kohë që zgjat, të vdekurit do t'i shkojnë sevapet dhe ai do të ketë dobi prej tij. Transmetohet nga bashkëshortja e profetit Aisha, radiallahu anha, se një burr kishte ardhur te pejgamberi alayhis salam dhe kishte thënë: "O i dërguari i Allahut, nëna ime më vdiq pa pritmas, dhe nëse ajo do të kishte thënë ndonjë gjë, mendoj se do të kishte dhënë sadaka. A do të ketë ajo shpërblim nëse unë jap sadaka për të?" Pejgamberi alayhis salam i thotë: "Po." Ebu Hurajri transmeton se një burr erdhi te i dërguari i Allahut alayhis salam dhe i tha: "Babai më ka vdekur dhe ai ka lënë pasuri pas vetes, por nuk ka lënë testament. A do të ketë përfitim ai nëse unë jap sadaka për të?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë: "Po, me këtë rast, mos të harrojmë lutjen dhe kërkimin e faljes për të vdekurit, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur vdes njeriu, ndërpriten veprat e tij, përveç në 3 raste. 1. Sadaka e vazhdueshme. 2. Dituria të cilën e lë pas, që të tjerët të përfitojnë prej saj. Dhe 3. Fëmijë i edukuar mirë, i cili do të lutet për të." Lusim Allahun e madhëruar që të na falë neve dhe të dashurit tan dhe të na bashkojë në xhenetet e tij të larta. Amin.